Në pjesën e fundit të emisionit mëngjesit e tregova edhe më herë se do të flasim me oftalmologun Faruk Semes, si çdo të marrë tjetër, ku diskutojmë për probleme të ndryshme shëndetësore. Ne pak do diskutojmë fillimisht për pjesët dhe konferencat ku ka marrë pjesë edhe doktori, për shkak që javave të kaluara e kemi pas edhe në mungesë të martave, shohim për detajet cilat janë diskutuar, për trajtimet, po ashtu për hulumtimet të ndryshme shkencore në të cilat merr pjesë edhe vetë oftalmologu. Mirëmëngjes, mirë se na erdhë, doktor. Mirëmëngjes, herkese çok selam ve saygılar. Respekt. Bugün de elimizden geldiğince dünyanın Bisedojmë për rrisit në degën e oftalmologjisë në nivel botëror edhe një herë përshëndetje. Atëherë për atë çka po bëjnë në botë në fakt, do të diskutojmë tash me doktorin, ju keni marrë pjesë në shumë konferenca ndërkombëtare e po ashtu edhe gjatë kësaj jave do të shkoni në Prag, në Çeki apo jo? Evet, geçen hafta biliyorsunuz Amerika'daydık. Javën e kaluam patëm një konferencë në Amerikë, edhe ku e prezentuam edhe spitalin edhe shtetin Kosovën. Edhe këtë javë kemi një mbledhje me rëndësi të madhe në Çehi, në Pragë, do me thotë këtu po i prezentojmë punimet çka i realizojmë, po e prezentojmë edhe Kosovën në nivel botëror në degën e oftalmologjisë. Do me thotë, mas gjdo prezentim atje na faleminderojnë edhe si spitalit, edhe si doktorit, po edhe si prezentuasit i Kosovës. Do me thotë, kjo është një moment me rëndësi të madhe dhe kemi shumë komente pozitive në lidhje me këto punime çka i realizojmë edhe çka i prezentojmë atje, sepse këto punimet qysh kemi folë edhe më herët dhe janë në bazë të shkencës. Këto prezentimet janë shumë efektive, sepse smundjet e korneas dhe trajtimi smundjeve korneas në nivel botëror është një pyetje shumë aktuele, me rëndësi infektimet e korneas, trajtimi e korneas. Gjithashtu lendimet e korneas tek pacienta. Do me thotë, kemi një prezentim jashtëzakonisht në nivel të lartë për trajtim rasteve cilat kanë pas lendime, cilat kanë pas infektime, cilat kanë pas pasoja prej smundjeve tek kornea e syrit. Do me thotë, në vitet e kaluara, te këto raste me rëndësi u ka praktiku metoda transplantim korneas, penetran, keratoplasti. Po këto intervenimet nga ana financiare kushtojnë shumë, janë shumë shtrejt, po edhe nuk e japin atë sukses që pritet prej intervenimit. Momentalisht në nivel botëror ka një numër të lartë pacientat, sa do këto 1 milion njerëz janë të prit për transplant korneas. Onu karşılamıyor. Yani do me thotë, qëtash na imi tu realizu do punime ku këto problemet e pacientëve cilat janë për transplant me i realizu, me i pështu, pa me bo transplantimin. Me thotë, këto e bojmë me qelizat burimore pacientit. Tani në nivel botëror prodhohen edhe qeliza artificiale, po apet nuk e japin atë rezultat cili pritet tek përmirësimit korneas. Fokusi jonë, ku na fokusohemi edhe cilat prezentimet i bojmë në këto konferencat, mbledhjet në ndërkombëtare, e informojmë botën oftalmologjike që kemi një zgjidhje ma të voliqëm pa me bo transplant korneas, e përmirësojmë, e shërojmë, i eliminojmë problemet e korneas. Edhe këto metodat janë shumë nga ana financiare, janë shumë voliqëm edhe janë shumë efektive.
kemi zgjidhje jo vetëm për keratokonusin, po kemi zgjidhje edhe për infeksionet të kaluara që kanë bon pasoja që kanë demtu kornejen e syrit. Do me thotë, në këtë lami kemi kolla shumë punime, edhe këto punimet i prezentojmë, që thash në për këto konferenca ndërkombëtare, edhe kemi një benefit shumë pozitive, do me thotë reagimet janë shumë pozitive, sepse këto janë do risi cilat na kemi nisë me i përdor tek trajtimet e kornejës. Do me thotë, shiqimi botës për këto punime, për ne, për spitalin, për Kosovën, tani ka një ndryshim të lartë, një ndryshim të pozitiv, një respekt më të madh. Avrupa Korna Derneği'nin Tani po bisedojmë edhe për Eurokornejen, ku dhe të marim pjesë edhe dhe t'i prezentojmë punimet shka na e kemi realizu edhe shka jemi të e realizu tek trajtimi, tek shërimi kornejes. Do me thotë, po prodhojmë diçka shumë pozitive, edhe normalisht i bekuash shumë pozitiv, edhe dhe të vazhdojmë me i realizu këto punimet edhe ma tutje, se rezultatet në motivojnë me konë edhe ma aktiv, edhe me pas ma shumë rezultate. Këtë pozitivitet për marim edhe prej pacientat cilat janë kënaq prej trajtimit, besoj që edhe ma tutje dhe të vazhdojmë, sepse këtu edhe teknologjia është me rëndësi të madh, me rëndësi teknologjia e caj, se qka na e përdorim jep një pjesë shumë të madh për me arritë suksesin tek trajtimi pacientëve me probleme tek korneja. Do me thotë, punimet i përkrojmë me teknologji të lartë, do me thotë, rezultatet janë në kodja shumë voliqëm edhe me një fjallë thjeshtë, po i eliminojmë problemet të pacientëve cilat kanë pas probleme, cilat kanë probleme me kornejen. Kemi kodja shumë pacientët cilat na vinë prej jashtit, prej shtetet jashtit, ku kanë lypë zgjidhje për problemin e kornejës që kanë pas, po nuk kanë marrë një zgjidhje, nuk kanë pas një sukses tek trajtimi, edhe janë të artë ne për me bo një trajtim në nivel më të lartë me metoda më të reja që na i përdorim, se shumica informatat për punimet që na i realizimi marrin prej internetit, do me thotë ku ka kodja shumë dhana për këto punimet që na i realizim. Kjo është diçka shumë mirë për ne edhe për spitalin, shumicën na e anketojmë i vitim që keni marrë për vesh për ne, na tregojnë se më thotë ju përcillim punimet, ka shkuza shumë dhana në internet edhe pjatje kemi marrë informata edhe kemi artë. Jo, do me thotë shumica pacientave lypin një zgjidhje më të voliqëm, më të shpejt edhe më të efektiv për problemet. Për ato këto bledhjet na motivojnë kodja shumë me punu edhe ma shumë në këtë deg edhe me pas ma shumë rezultate. Uroj që t'jetë ashtu, doktor, edhe po merë një pjesë në konferenca, edhe jeni në iHospital, edhe në intervista në emisionin Mëngjesit, çu po punoni me këtë intensitet kështëlar? Ya şimdi her zaman için kafanız hep pozitif şeylerle olduğu zaman Gjithmonë jemi koncentruar në sene pozitive. Edhe këto senet pozitive na motivojnë me vazhdu me një intensitet më të lartë. sizin fotoğraflarınız Do me thotë, në për këto ndërje ndërkombëtare, në për këto konferenca, hastalığınıza da çok etki ediyor. I prezentojmë këto punimet edhe i prezentojmë sukseset shka na i kemi arrit, qysh i kemi zgjidh problemet e kornejës. Do me thotë,
edhe kjo është një kënaqësi për ne ku mujmë me i prezentu rezultatet e punimeve shka na i kemi realizu këtu në ai hospital. Kemi kolla shumë raste, shembull tek fëmijët cilat kanë probleme me shiqimin, me kornejen, edhe kur e rregulloni problemin, shembull një nxënësit me pamurin, kënaqësia e pacientit edhe familjarët është shumë i madh, pozitiviteti është shumë i madh. Do të thotë, këto janë momentet cilat na motivojnë me vazhdu me një intenzitet më të lartë, po na aktivizojnë me punu, me vazhdu me këto punimet, sepse smundjet e kornejes është një problem të lartë në nivel botëror. Do të thotë, kornea është dritare e syrit edhe nuk është kornea shëndosh, atëherë duhet me lyp një zgjidhje pa me lendu anatominë e korneas, me asiguru një shiqim pacientit sa nivel më të lartë. Që që thashë, na për këto mbledhjet kur vajapin fjalë, vajapin mundësien me folë, në thotë atërës ju tregon që keni arrit një nivel të lartë, jeni në nivel të lartë me punimet, që thashe edhe ma herët, këto punimet që ka na i bojmë janë pas të shkencës, janë përkra me teknologji të lartë, edhe këto po na siguron, po na jep një motivitet me konë në shkallën më të lartë. Ndërsa në ai hospital, ku kryesisht përqendroheni, cilat janë punët më të shpeshta që zakonisht vijnë apo ankesat më të shpeshta? Ya bizim gün içinde her yaş grubundan Brenda ditës na vinë pacienta prej çdo moshë, nuk janë në pyetje vetëm smundjet e kornejes. Kemi kolla shumë probleme, shembull infektime, smundjet e retinës, mertebe hastayla ilgili edhe shumë lloj smundje tjera, shembull, kemi pacient me glaukom, me tension të lartë syrit. Na, këto pacientat normalisht i informojmë, e japim diagnozën të saktë, edhe sistematikisht folim qysh sistematikisht mundët me u zgjidh ki problem. Pa me marë parasysh të është glaukoma, është katarakta, është ablacioni retinës, është diabetik retinopatia. Me rëndësi të këto pacienta, me rëndësi përdorim trajtim me qeliza burimore si pas gjendjes klinike. Do me thotë armeria e trajtimit në degën e oftalmologjisë bazohet në qeliza burimore. Do me thotë na kemi kolla shumë suksese tek trajtimi me qeliza burimore, sepse kjo bazohet, kjo është në bazë të punimet janë në bazë të shkencës. Do me thotë armeria e oftalmologjisë është trajtimi me qeliza burimore në çdo rast, në çdo konferencë, në çdo mbledhje e prezentoj sepse trajtimi me qeliza burimore është armeria e trajtimit në oftalmologji. Tek pacienta me retinitis pigmentosa, tek pacienta me probleme sistemike kornejes ose retinës, përdorim trajtim me qeliza burimore dhe ma herët në për emisione tjera kemi bisedu për këto trajtimet, po këto janë me të vërtet trajtime me rëndësi të madhe cilat sistematikisht japin rezultate edhe na shumë me një koncentrim të lartë, punojmë, vazhdojmë me këto punimet me qeliza burimore. Gjithashtu kemi punime kemi intervenime për kataraktën, për kanalet e lotit, për diabetik retinopati. Normalisht
istiyorsa aynı gün. E shpjegojmë diagnozën, e shpjegojmë pacientit diagnozën edhe ja shpjegojmë edhe metodën e Një trajtimit. qasje apo një lëvizje revolucionare themi në këtë aspekt, për shkak se punon edhe me qeliza burimore. Në tregon e pak rreth kësaj. Kök hücre gerçekten olmazsa olmaz. Qelizat burimore është trajtim me qelizat burimore është një trajtim me dojmos. Cumartesi günü Prag'da da anlatacağım konuyu. Që tash kemi, që informove dhe në fillim, kemi një mbledhje në Prag, në Çehi, ku dë bëj një prezentim, një spjegim për përdorimin qelizave burimore tek trajtimit syrit. Ashtë në pyetje një material, në fjalë qelizat burimore, cilat e marrim prej gjakut pacientit, e përpunojmë gjakun dhe përgatitim qeliza burimore për trajtim problemit në sy. Çka ka pacientit shembull tek keratokonusi. Jo, dini se keratokonusi është një smundje që duhet me dojmos me u trajtu, sepse ma ndryshe bën probleme përjetshëm. Na me këto trajtimet me qeliza burimore e ndrojmë, e përmirësojmë formën e kornejes edhe asigurojmë një kornet të shëndoshëm edhe me një shiqim më të lartë, sepse shembull transplantimi i kornejes është një intervenim që është shumë me kost të madh edhe gjithmonë nuk jep ato rezultate që pritën. Gözyaşı azlığı. Problemet tjera me cilat takohemi janë shembull mungesa e lotit. Kemi goxha shumë pacienta të cilat na vinë me këto ankesa ku konstatojmë se Hem kalıcı niveli i lotit nuk është mjaftë edhe këto pacientët me rëndësi kanë shumë probleme në jetë çdo ditëshme. ve bunu da bilim Edhe këtu duhet me rrit nivelin e lotit pa tjetër. Na në bazë të punimet, në bazë të shkencës që i kemi realizu, e rritim nivelin e Doktor, lotit me në që sy. se njeni edhe jeni profesionist kryesisht për korrigjimin e dioptrisë me formë laserike edhe po ashtu edhe korrigjimin e kornejes, cili është mesazhi juaj për shikuesit? Yani şimdi dioptri çıkartmak gerçekten öyle çok basit bir şey değil. Eliminimi i dioptrisë me të vërtet nuk është një proces të lehtë. Sosyokültürel ve değişik. Pacientat cilat na vinë për kontroll kanë probleme të ndryshme me dioptri edhe me kornejen. Topografisini çok iyi çıkartmanız. Në fillim, pa tjetër duhet me bo një incizim të thellë për me zbulu topografien e kornejes. Artısı. Na vinë pacienta me dioptri mix, cilat kanë edhe dioptri plus edhe dioptri minus të anë me randës. Me të vërtet pacienta me randësi, cilat duhet me i trajtu, me eliminu edhe minusin edhe plusin. Buradaki önemli nokta o. Yani Do me thot, tu është me rëndësi çdo pacient me trajtu me metodë veçantë edhe me informu me për sa kohë do të përmirësohet dioptria. Kemi pacienta kolla shumë me hipermetropi, cilat kanë problem gjithashtu edhe për me shiqimin për afër. Gjithmonë e zgjellim metodën më e përshtatshëm për pacientin, në realitet për syrin e pacientit. da yaptığımız teknikle Teknikat cilat na momentalisht i sadece korneanın përdorim sadece janë me rëndësi gözün içine girmeden me ndru formën e kornes pa me bo ndërhyrje mrenda syrit. sağlıyorsunuz. Me këto ja sigurojmë pacientit shumë shpejt me nis me u përmirësu edhe me i vazhdo aktivitetet çdo ditëshëm pa pengesë. Hatta bana E nasıl bojmë një spjegim olursanız o karşıya çok bilgisi në fillim en büyük të trajtimit budur. Yani
edhe pacienti bindet që ka me pas sukses mas trajtimit. Do me thotë, pritjet, kërkesat pacientave i marim parasysh dhe informojmë çysh do të zhvillohet, çysh do të mbaron trajtimi. Süreci farklılık olmak şartıyla Normalisht, procedura e trajtimit është ndryshëm të çdo pacient, sepse çdo pacient ka një diagnozë të ndryshëm. I informojmë që metodat që ne i përdorim janë pa rrezikshmëri. Nuk ekzistojnë rrezik edhe e informojmë çysh do të vazhdon procedura e trajtimit edhe cilat janë pritjet. Me rëndësi kur janë në pyetje pacientat në moshën më të re, kafalarındaki ne var? I këshilloj gjithmonë kur bëjnë një kontrollim, një vizitë për sy, me u interesu cila metoda, cila teknika do të përdoret për eliminim e dioptrisë, sepse këtu duhet me pas një kujdes të madh cila metoda do të përdoret për eliminimin e dioptrisë. Hem hekim açısından, Do me thotë, hasta açısından en sağlıklı yöntemi smile metoda më e sigurt hem ileride për eliminimin dioptrisë pa tjetër është metoda SMILE. Për ato, kur bisedojmë me pacientin për eliminim dioptrisë, gördük. e informojmë se, me të vërtet, momentalisht në nivel botëror, metoda SMILE ose metoda Relax Smile, na e përdorim është metoda më e sigurt për me eliminu dioptrien. Doktor, faleminderit shumë për kohën, faleminderit për këto informata. Uroj me pas një udhtim sa më të mirë dhe të mbarë në konferencën cilën e ka doktori pra të premten në Çeki, ku dhe tregoj fillimisht. Faleminderit shumë për kohën edhe një herë. Ben çok teşekkür ederim. Haftaya güzel bir Edhe unë ju falenderoj, javën e ardhshme do të vazhdojmë. selam ve saygılar. Përshëndetje dhe respekt. Faleminderit shumë edhe një herë, ndërsa ne tani do të kalojmë tek një material i përgatitur nga Dona, që na flet për një ditë të caktuar. Thotë është mbajtur një garë letrare të organizuar nga Biblioteka e të Verbërve të Kosovës, Syri Ynë. Në këtë garë marrën pjesë 20 persona të verbër dhe me shikim të dobësuar, prej të cilëve 5 u shpërblyen për shkrimet e tyre të veçanta. Për më shumë detaje, ju ftojmë ta ndihni tash materialin përgatitur nga Dona.